Davina Zeqiri nuk ka humbur fare kohë dhe ka marrë biletën e parë për të qenë në turmën e fansave të grupit The Weeknd. Artiste ka postuar disa video në Instagramin e saj personal dhe duket se atmosfera duket e nxehur. Dihet vallë ky grup nga i cili Dafi inspirohet? Valbona Selimllari me sa duket nuk është e vetmja bukuroshe në Fiz. Ky djalor simpatik është nipi i saj. Soni ka një ngjashmëri të frikshme me tezën e tij si në tipare, ashtu edhe në mimik. Valbona shkroi poshtë fotos me të bukurin e tezës. Ah, sa bukur! Duam edhe ne një tezë si Valbona. Me takeover vijon dhe këtë herë dhe është këngëtarja Tuna, e cila e ka marrë në dorë Instagramin e Mad Albania. Bëuni gati të shihni foto hot pasi bukuroshja ndodhet në Bahamas së bashku me reperin dhe sigurisht partnerin e saj Kozme. Presim me çfarë do të na surprizojë Tuna. Ndërkohë që këtë kohë haftohet dhe ne veshim çupat, Tuna dhe Kozman nuk ngurojnë të ndajnë foto nga pushimet e tyre në Bahamas. Kjo është e radhës, por prisni, mos mallkoni akoma. Nuk thonin shiqur që janë bashkë. E ku ka më bukur? Këta bëjnë jetë.